Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night, the sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings, we can ride the cloud, no time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në episodin e fundit, shkatruesit sulmuan shkollën e Shatërvanit të Kuq për specialistët. Triksa sulmuan dhe Sky u lëndua. Tek na u trondit kur Timi i la të merrnin kondeksin dhe Blumi zgjoi një fuqi të re te vetja e saj që do të çoronte Skyn. Ky ushtrim ka lidhje me hapjen e këtij dryni duke përdorur vetëm magjin. Sekreti për një teknik të suksesshme është shqiptimi i duhur. Për shembull, për këtë magji shqiptohet Expedium Catenam. Ju lutem, mos e harroni. Blum, mund ta provosh ti? Sigurisht. Expedio Catenam. Të lumt, Blum. Tani shiko çfarë ndodh nëse nuk e shqipton si duhet. Expedio Catenas. E shikon s'dua të them? Tani, në gjuhën e elfëve, kjo magji përfaqësohet nga këto simbole. Flora. Je heroim. Flora, po më dëgjon me vëmendje? Po, profesor. Në rregull. Të lutem, recitoje magjin. Le ta shikojmë Exagero Catenas. Con honorunam expeditum varum. Golem! Thirrja nga dielli të bën keq për lëkurën. S'dua t'ja di, Tekna. Duket bukur në lëkurë. Por unë po punoj për fuqitë e mia shëruese. Unë do bëj detyrat e shtëpisë. Por edhe unë, ide e mirë. Ju vajza jeni shumë të mërzitshme. Leila, mund të flasim pak bashkë? Po, sigurisht. Pra më lër ta gjej. Ka të bëjë me Helia? Po, nga e dije që do të flisja në lidhje me të. Unë doja të kërkoja ndihmë. E po, e pash që shkruaj emrin e tij në fletoren tënde. Do doja shumë të flisja me të. E po, pse s'flet? S'ka arsye që një vajzë mos ia thot një djali që e ka qejf. Po sikur ai të mos ndjej të njëjtën gjë për mua. S'ka për ta marrë vesh nëse nuk e pyet Flora. E po, por ndoshta mund ta zbulosh ti nëse ai ndjen gjë për mua. Flora, po si mund ta bëj unë këtë? Se di, ndoshta mund të ndihmoj Çata. Ajo i di të gjitha sekretet e të tjerëve. S'më pëlqejnë këto situata, por do shoh se ç'mund të bëj për ty. Faleminderit Leila. Le ta shikojmë. Artet shëruese. O zot, ka kohë që këta libra nuk kanë dalë prej këtej. Jo, kë nuk është i mirë. Po këtë çfarë është? Magjit shëruese, sharmi dhe lëngjet magjike. Mendoj se ky libri është i dur për të filluar.
Fluturim është e papushtur dhe e pandalshme. Ajo është... E kuptova! Qata? Ka ndonjë gjë që nuk shkon? Shpejt, pas tyre! Okidoki! Çfarë po... Mendoj se rruga për të dalin nga ky labirint është këtej. Mendon apo je e sigurt? Jam e sigurt, mendoj. Po ju ndjek. Është në fund të këtij tuneli. Shpejt, ajo po na arrin. Ja ku është? Lundrimi mrekullueshëm do ketë me një kënd prej 30 gradësh me një... Oh, jo! Sipas rregullave të librit të fleshte porta është penalti. Hey, ku janë të tjerët? Oh, Digit! Çfarë është ajo? Dalim që Kjo është e thjeshtë. Kom ta bësh morbi e grotatën. Ups, nuk është gjë e mirë. Ç'kemi Blum? E keni parë Amoren me qëra fjala? Jo, nuk e kam parë. Dhe tani që po mendoj edhe Leila nuk e gjeti do të çatën pak më parë. Ato po shkonin të luanin me top, por shumë orë më parë. Bëj mirë të kërkojmë atëherë. Kush e di ku janë piksit? Shpresoj që të mos jenë futur në telashe. Koka ime, duhet të kthehem te fshati i piksave. Ashtu si që planifikuam. Fshati i piksave. Duhet të kthehemi te fshati i piksave. Duhet të kthehemi te fshati i piksave. Duhet të kthehemi te fshati. Hey, Loketa është këtej. Ajo nuk na dëgjoi. Forca, shkojmë pasaj. Hyrja refuzohet. Hyrja refuzohet. Ajo më la jashtë. Nuk arrita kuptoj ndonjëherë teknën. Oh, Tibi, vajzat janë të paparashikueshme. Një ditë të pëlqejnë dhe ditën tjetër jo. Ndonjëherë shtiren dhe sikur nuk të pëlqejnë, që ti duash edhe më shumë. Mendoj se është e zhgënjur nga unë. Ndoshta unë nuk jam ai heroi që mendonte ajo. O, të gjithë specialistët janë heronj, po ti akoma nuk e patur rastin që t'ja tregosh. Mendon se nuk i kam humbur të gjitha dhe mund t'i bëj përshtypje teknës, ë? Sigurisht, dhe me që po flasim për këtë, vi shumë mirë dhe do të kesh sukses. Jo, faleminderit, më pëlqen se si vishëm. Duhet të rregullosh pak flokët. Shiko, Stella më ka dhënë këto gjërat. Funksionojnë si magjia. Jo, vërtet nuk ka asnjë problem. Po lente kontakti. Çfarë lëre fare? Ej, ja ku qenken, ju shqetësuam shumë për ju. Ne duhet të kthehemi te fshati i piksave. Ju ka ikur mendja, ju e dini se Lordi Darkar po ju kërkon. Dhe ju e dini se ai nuk duhet ta gjej fshatin e piksave në asnjë mënyrë. Prit, se doni kaq shumë të shkoni në Po shtëpi. sepse kështu duam. Sepse s'është përgjigje logjike, Digit. Kjo nuk je ti. Amore, ndaloj me njëherë këto gjepura dhe eja këtu. Jo, na ka marrë malli për shtëpinë. Piksit, shpërndahuni. Ato po mundohen shumë. Nuk mund t'i lëm të largohen. Transformohuni, wingsat magjik. We built our to win, energy created, our magic power will defeat the evil deeds of dread. We're the new ones, we're the we built our to win, energy created, our magic power will defeat the evil deeds of we're the wings. Më vjen shumë keq për këtë. Kapazi i tokës. Çata më kupton, nuk mund ju lë të shkoni. Amore, eja këtu. Është shumë errësirë, nuk shikoj asgjë. Ndriçoni. Ja ku qënkeni. Mos vrap
skraponi më. Nuk dua t'i prish këpucët. Loket! Ku është Pixi me vogël? Të gjeta. Melisha! Më fal, nuk mund ta bëjmë se nuk më thua se çfarë po ndodh me ty Loket. Musa, mund të përdorësh zhurmat për të gjetur vendodhjen e tyre. Jo, nuk funksionon, ka shumë pemë, valët do përkuleshin. A mund të përdorësh rrjetin? Nëse Digita është në linjë, unë mund ta gjej. Ndryshe jam e humbur si ty. Është e drejtë që një Pixi të ri kaq larg nga shtëpia për një botë të gjatë nxitojnë. Duhet të gjejmë një rrugë më të shpejtë. Dakor, ne jemi më këtu. Ha, e gjeta ku ndodhen. Të kapa. Melisha! Uri i zjarit, forca Digit, unë zot të bëj keq. Muza, u tregove shumë e pasjellshme. Më falni, por dua vetëm t'ju ndihmoj. Thehemi në Alfea. Po. Na lini të ikim! Qetësi Pixi, a janë të gjitha këtu? Oh jo, ku është Pifi? Oh jo, mendon se Pifi është larguar? Mos u shqetëso, ajo është atje. Fluturoi 2 metra dhe ndaloi të dremiste pak. Qesh nisa të mundeni, Zana, por shumë shpejt do të qani. I kam vënë piksat në një vend të sigurt, do kemi gjithë kohën që duam. Por çfarë duan ato? Janë në ndikimin e një magjie për mallin ndaj shtëpisë. Ajo i detyron të kthehen në fshatin e tyre. Besoj se prapa kësaj ndodhet Lordi Terry. Zonja Faragonda, ti na ke fshehur diçka për Pixi dhe Terrin, apo jo? Po shatërvani i kuq, mos ka lidhje kjo me vjedhjen e triksave? Specialistët thanë se nuk mund të flisnin për këtë ngjarje. Na thoni çfarë po ndodh? Saladini dhe unë zbuluam se Terry kërkon 4 kuadrate të diçkaje që quhet Codex. Mos është një artefakt magjik. Jo tamam, por nëse Terry arrin t'i shtjë në dorë të 4 pjesët, do t'jetë një shkatrim i vërtetë. Pra triksat e morën të parin nga shatërvani i Kjo kuq. do të thotë se një pjesë tjetër ndodhet te fshati i piksave. Po për 2 të tjera. Kulla e Reve dhe në Alfea. Tani që Terry po e vën në zbatim planin e tij, ne duhet të jemi vigjilentë. Në radhë të parë ne na duhet të ndihmojmë Pixit. Por si? Bloom, nuk të duket rasti ideal për të testuar fuqitë tua shëruese? Sigurisht, do mundohem ta bëj sa më mirë. Çfarë bën njeriu për të gjetur shoqe? Çfarë është kjo, një poem? Zëri yt, zhurma e erës. Floku yt i gjatë si bari ditës së verës. Sa e mërzitshme dhe ka më tepër. Ha? Si ja dola? Dakord. Një magji purifikimi. Mortifer fatalis silenti. Ndim! Wow. Ç'të keqe ka ky libri? Kjo është e tmerrshme. Pifin e ka marrë mami për shtëpi. Çfarë ishte ajo? Dhe kush është këtu? Kush është? Më e rëndësishmja, çfarë do të na bëjë neve? Bloom, hyr brenda. Faleminderit zonjë. Kam punuar për magjitë e mia të shërimit, por nuk po më funksionon asgjë. E kuptoj. Me këtë libër ke studiuar? Po, pikërisht. Prita shikoj. Oh, zot, ku e gjete këtë libër? Në bibliotekë? S'është nga koleksioni ynë. Nuk po e kuptoj. Dikush e ka vënë këtu. Ndoshta si kurth. Je me fat që s'ndodhi asgjë serioze. Oh, jo. Këtu. Merre këtë këtu. Shko dhe kërko piksat. Mos harroni, s'mund t'i lejojmë që Terry t'i çojë drejt kodeksit. Kam frikë të
Ajo që duhet të bëjmë është të kthehemi në shtëpi. Të ndjehemi më të sigurt atje. Vraponi në shtëpinë tuaj, piksit e vogla. Përbinqa? Musa! Lila, a je mirë? Mirë jam, po ti pse nxiton? Piksit janë larguar prej këtu. Kanë ikur? Si? E po dikush i të shliroj. S'më pëlqen si të ngëllon kjo. Atëherë, Leila, ku ishe ti, a? Unë, lëre fare forca, duhet I kapim piksat. Me qëra fjala, ku është Blumi? Po punon në mënyrë që të gjej magjinë e kundërt për mallin për shtëpinë. Ka kohë për fjalë, vajza, të lëvizim. Citoni, ato po na ndjekin me siguri. Po ikim aq shpejt sa mundemi që ata po pifje shumë e rënë. Dija, Amoria dhe unë mund të mbajmë për pak kohë. Je sigur që kjo është rruga e dur? Po, pylli e di mirë nga cila anë shkuan piksit. Me qëra fjala, Flora, a mund të thuash këtyre shkureve të mos mi grisin rrobat? Le të shohim. Kjo magji do t'i shëroj. Magjia nxit mërzinë dhe dashurinë. Duhet të funksionoj, por nuk kam kohë as ta provoj. Le të pushojmë vetëm pak, dakord? Vajza e dëgjuat këtë? Çfarë? E dija, përbinçat me akuzon të na gëlltisin. Jo, nuk do të ndodh. Ju do ktheheni me ne. Na lini të qeta mirë? Piksi, tregoni të arsyeshme. Në rregull, kemi humbur kohë. E dija, në fund fare po na kap. Jo, wingsat magjik. Tani do të kap. Më në fund. Flora, kujdes! Nere, për ty për këtë. E shishme apo jo? Wow, ka 2 goj! Ty? Po duket sikur ka 20. Shpresoj të mos kem ardhur shumë vonë. Forca, ikim dërgoj që ato e besihen. Ne duhet të ktheheshim tek zanat tona dhe t'i ndihmonin. Duhet të kthehemi në fshatin e piksave. Fshati I piksive. Më mirë kështu. Musa, mund ta lidhësh atë përbindshim pas një peme? Më lër ta provoj. Do ta lidh unë. Forca, Stella, është I gjithë I yti. Jo, prap. Më thuaj që kjo nuk po ndodh. Prit, piksit janë larguar përsëri. Krahët tona janë të mbuluara nga kjo gjë angjitse. S'mund të fluturojmë. Ç'është ajo zhurmë që po afrohet? Po, më tregoni rrugën për të fshati piksave, të kodeksi dhe të shkatrimi juaj. Blu? Erdha këtu. Aq shpejt sa unë munda. E gjete magjinë e kundërt? Merre këtë dhe ik. Pemët po flasin. Piksit po thuaj se arritën në shtëpi. Po çfarë I duke pritur?
Dakord. Më tregoni rrugën sekrete. Flora, ku janë? Drejt përpara. Forca! Shpejt, shpejt! Ja ku janë, I shikoj. Shpresoj shumë të funksionoj. Oh, duhet ta shqiptoj siç duhet. Medicor desiderium incolumis. Funksionoj. Çfarë po bëjmë? Duhet të kthehemi tek zanat tona dhe t'i ndihmojmë. Jo! Isha ka qafër! Je sigur që ajo poezia ishte për mua? E po nuk ishte mbaruar, po çfarë fjale tjetër mund të shkoj me fjalën fauna përveç se Flora? Mendoj se duhet t'i dërgosh një mesazh, thuaj se si ndjehesh. Nuk jam e sigurt për këtë, por ndoshta do t'i dërgoj diçka të vogël. Këtë betejë fituat, Zana. Herën tjetër s'do të jeni kaq me fat. Në episodin tjetër të klubit të Wingsave, Musa takon Jaredin, një specialist që I ka rënë kokës për të. Ndjenjat e Musës janë përçar, kështu që Bloom bën një festë me pijame për ta gjallëruar, por pastaj Darcy përdor Jaredin që t'i ngrej kurth zanave.